Bukuritë që ofron vendi ynë janë të shumta, por shpeshherë ato mbeten të fshehura për shkak të një promovimi. Edhe pse Vau i Deës është një nga perlat e bukurisë shqiptare, kjo zonë ka një numër të vogël vizitorësh. Për çdo që ka një shpirt eksplorues, ky është vendi ku mushkritë mbushën me oksigjen nga kurora e gjelbërt e pishave, ndërsa liçeni, i cili ofron një pamje të mrekullueshme, nuk i shgënjen asnjëherë të apasionuarit pas peshkimit. Është vend që mundesh me ndajt me javë, me mujë të dhe strazan kush. Je marakli, heldi, grepa nështë s'ka ditë që se të nështë e kokër pesh, s'ke nevoj me e bli. Një të e pjek, një të e hën, e si ka kushte, me dash me e kalu. Shive që fa pyllit, shive me e pa, kur gjatë ditë. I vend shumë bukur afër pisheve, ju i shumë i nxehtë me rana afër me gojë. Na vjen shumë i bukur. Pëlqen shumë shmëria vendeve ku ne shkojmë, cilët meqense ne përgjithsisht i kena ndëgjuar, meqense jena linë edhe na rrit në këtë qytet, por janë vende të cilët normalisht ne nuk i kena frekuentuar, për faktin që ndoshta edhe kush nuk na ka sjell, por edhe jena mësuar me frekuentuar relativisht vendet që janë në asfalt, në rrugë makinës. Ne dalim pak nga kjo përditshmja. Edhe po shohim që janë disa vende të cilët me të vërtetë mbesin të manitën. Nuk e kena ditë se janë deri këtu. Jo vetëm natyra, por dhe pasioni i banorëve për kuajt është e veçanta e kësaj zone. Kuaj të lartë elegant, me çdo detaj që dëshmon një kujdesje profesionale ndaj tyre, për të mbërritur në imazhin dhe fuqinë që ata kanë, janë atraksioni për çdo që zgjedh për të eksploruar Vaun e Dejes. Këto që merren me këto e disponojnë këto raca janë shumë pakt, janë njerëz me iniciativë të jashtëzakonshme, me vullnet me një investim që sakrifikojnë vetveten, privojnë shumë gjëra në jetën e tyre, që janë përkushtuar për kalin edhe financojnë. Edhe pse me këtë vend, natyra është treguar mjaft bujare, indiferenca e pushtetit vendor dhe atij qendror ka bërë që këtu të mos lulëzojë turizmi. Liçeni Vau të Dejes ka një sipërfaqe prej 24.7 kilometra dhe thellësia e tij maksimale arrin në 52 metra. Ky liçen është formuar nga ujë mbledhësi i lumit Drin.